Përshëndetje, do t'ju tregoj se si të gatuajmë kremin e pastiqeries në shtëpi. Është shumë e thjeshtë. Në një tenxhere vendosim 500 ml qumësh për t'u nxehur. Në një tas do të marrim 2 të verdha vezësh, 2 vezë të plota, 3 lugë sheqer dhe 2 lugë miseshte. Do t'i përziejmë mirë, do t'i hedhim vanilje dhe më pasi qumshit e nxehur, një pjesë do ta hedhim me ngadalë tek vezët. Pasi ta kemi përzier mirë masën, do ta hedhim tek qumshi që kemi në tenxhere. Do ta vendosim në zjarr dhe do ta lejmë derisa të trashet plotësisht. Më pas do të shtojmë një lugë gjalp. Më pas kremin do ta hedhim në një tas qelçi dhe sipër do t'i vendosim qesen e telefonit. Do ta vendosim në frigorifer, e mira është të gatuhet një natë para, por mund ta vendosësh 2 ose 3 orë. Me anë të makinerisë rrahëse, do ta rrajmë kremin mirë derisa të krijohet një krem pa kokrri. Për masën që unë kam, do t'i shtoj gjysmën e panës të ëmbël. Do t'i përziej mirë dhe kremi është gati.